Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin në Monitor TV, këtë herë për të sjellur lajmet më të fundit që kanë të bëjnë me Big Brother VIP Albania. Pikërisht, data 20 dhjetor është data që është vendosur më që do të startoj Big Brother VIP Albania 5, një spektakël që këtë vit pritet se do të na afasionoj të gjithëve, pritet se të gjithëve do të na jap një dashuri, pritet se të gjithëve do të na thumboj për televizori. Më 20 dhjetor, sipas burimeve të brendshme, pranë stafit realizues, nis një prej projekteve më të mëdha televizive që është parë ndonjëherë në Shqipëri. Big Brother VIP Albania 5. Prej javësh ka zëra të fortë se edicioni i ri do të jetë kryesisht i ndryshuar nga vitet e kaluara. Më i madh, më i sofistikuar dhe me një investim që sipas burimeve te i kalon çdo pritshmëri të mundshme. Burime të sigurta nga brenda produksionit të tregojnë se këtë vit është ndërtuar një shtëpi gjigande. Do të thënë nuk është shtëpia siç ka qenë vitin e kaluar, por kemi të bëjmë me një shtëpi më gjigande se ndonjëherë ka qenë në Big Brother VIP Albania 5. Shumë më e madhe se që jemi mësuar, me një arkitekturë madhështore dhe me teknologji të integruar që për herë të parë do të përdoret në një reality show shqiptar. Thuhet se projekti është punuar në fshehtësi të plot prej muajsh, ndërsa hyrja e parë e stafit teknik në ambientet e reja ka shkaktuar habit të mëdha dhe të vetë punonjësi që prej vitesh mbulojnë Big Brother VIP Albania. Do të thënë, investimi që është bërë këtë vit në këtë shtëpi është një investim që nuk ka qenë asnjëherë në vitet e mëparme në shtëpinë e Big Brotherit. Do të thënë të gjithë janë të befasuar nga investimi, nga teknologjia që është përdorur pikërisht në këtë vit në Big Brother VIP Albania. Sipas të dhënave të brendshme, këtë sezon shtëpia është konceptuar si një kompleks i tërë. Do të thënë, shtëpia konceptohet krejtësisht si një kompleks, ku brenda kësaj shtëpie do të ketë gjithçka, që nga veranda, që nga palestra, që nga pishina, që nga dhoma e relaksit, që nga sauna, etj. Do të thënë do të jetë si një kompleks i madh gjigant. Me 3 zona të mëdha, që deri më tani nuk janë zbuluar publikisht. Zona kryesore e banimit, një zonë sekrete që do të përdoret për skenare të paparashikueshme dhe një hapësirë ekstra për të cilën askush nuk jep detaje përveç se fjalisë se vetëm që po përdoret brenda ekipit. Këtë vit do të ketë surpriza që në fakt nuk janë bërë kurrë në Big Brother VIP Albania. Tani, do të thënë, shtëpia është e ndarë në 3 zona. Zona kryesore që do të jetë zona e banimit, zona e fjetjes, do të thënë komplet shtëpia ajo që ne e shohim në fakt në ekran, një zonë tjetër që do të jetë krejtësisht e punuar për lojra gjigande dhe sekrete, dhe në anën tjetër do të thënë kemi një zonë që është zona e madhe e ekipit që do të punohet me një intensitet shumë të madh. Do të thënë bëhet fjalë për një punë që për herën e parë, më besoni, do të vinë në mediat shqiptare. Asnjëherë s'ka ardhur kjo që ju do të shikoni këtë vit. Flitet se buxheti për sezonin e 5 është të rritur ndjeshëm, do të thënë buxheti është shumë i madh nga vitet e tjera, me qëllim që të jepet publikut një spektakël që nuk e ka parë më parë. Një prej antarëve të stafit, i cili kërkon të mbetet anonim, ka deklaruar se produksioni ka vendosur të rrezikojë shumë këtë vit, duke e quar standardin në nivel ndërkombëtar. Kuvendi i kamerave, dhoma e rrëfimit dhe sistemet e monitorimit janë ndër më të avancuarat që janë instaluar ndonjëherë në televizionet shqiptare. Do të thënë, këtë vit avancimi që është bërë në Big Brother VIP Albania nuk është bërë më parë dhe të gjithë këtë sukses të jashtëzakonshëm i dedikojmë
Sarës, Lorit dhe Ledionit, të cilët po punojnë me një intensitet shumë të madh me muaj të tërë që të sjellin një shtëpi që edhe në ëndra realisht nuk na del dot, por edhe në këto programe që ne kemi për të marrë ide për dizajne nuk e kemi parë. Ndërkohë, sipas burimeve të tjera, evenimenti i hapjes së 20 dhjetorit do të jetë një super shfaqje me një skenografi të jashtëzakonshme dhe shumë elemente vizual të panjohur më parë në live të showut shqiptar. Madje përflitet se është kontraktuar një ekip ndërkombëtar për të ndihmuar në realizimin e skenës dhe të efekteve speciale. Lista e personazheve që pritet të hyjnë në shtëpi po mbahet me fanatizëm sekrete. Do me thënë, të gjithë emrat që ne në fakt i kemi përfolur deri më tani kanë qenë lart e poshtë. Thashë themet se kush mund të jenë banorët që do të kyçen brenda shtëpisë së Big Brotherit, nuk ka një listë përfundimtare të këtyre banorëve. Megjithatë, brenda korridoreve të produksionit thuhet se këtë vit ka emra shumë të rëndë që do të sjellin audiencë rekord. Do me thënë, do të thyejnë rekorde audiencë. Flitet për këngëtar të njohur, aktor, figura të rrjeteve sociale dhe madje dhe 2-3 personazhe të cilët deri më tani kanë refuzuar ftesa të televizioneve të tjera, por këtë herë kanë pranuar për shkak të konceptit të ri madhështor. Burimet tona të brendshme theksojnë se Big Brother VIP Albania 5 është menduar për të qenë më i pashembullt se të gjithë sezonet e kaluara, me dinamika të reja, lojë më të fortë dhe ndërhyrje kreative të cilat do të vendosin banorët përballë sfidave të papara më herët. Thuhet madje se do të ketë edhe ndryshime në format, nga mënyra e nominimeve tek modalitetet dhe të drejtat të lojtarëve brenda kësaj shtëpie. Produksioni po punon ditë dhe natë, ndërsa data 20 dhjetor po afrohet me një ritëm të frikshëm. Zyrtarisht është premtuar që ky sezon do të jetë më i madh ndonjëherë, por burimet e brendshme e përshkruajnë në mënyrën shumë më të drejtë për drejtë. Do të jetë organizimi që Shqipëria nuk e ka parë kur më parë. Më thëmë, Big Brother VIP Albania 5 këtë vit do të jetë organizim që Shqipëria nuk e ka parë asnjëherë më parë.